Unë ditën e sotme është një ditë shumë e rëndësishme për qytetarët e Vlorës, pasi ne në këto 2 vite qytetarët e Vlorës kanë ndruar 3 kryetar bashkie dhe jo më kot kemi ardhur në zgjedhje dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të dalin nga shtëpitë e tyre, të votojnë masivisht. Është shumë e rëndësishme që vota e tyre të jetë e saktë, e pastër dhe është zëri i tyre që duhet të dëgjohet ditën e sotme. Deri tani interesi ka qenë i ulët. Interesi ka qenë i ulët, ashtu si unë e kam shprehur në të gjitha intervistat që kam dhënë, do ketë një bojkotim të klasës politike. Klasa politike sot do marrë një leksion dhe leksioni do fillojë nga Vlora. Sot do jetë herë e parë që Vlora do prodhoj politikë. Aq më shumë kam edhe një kërkesë tjetër. Unë ja u garantoj të gjithë qytetarëve të Vlorës që vota e tyre do lexohet me ndershmëri dhe të gjithë ata komisioner ose numërues të cilët do vijojnë në pjesën pas pjesës së votimit do përgjigjen me çdo mjet ligjor përpara ligjit në qoftë se vota e qytetarëve tjetërsohet. Kam informacionet e mia që pas orës 1 ose 2 të drekës, të gjithë patronazhistët, të cilët po patronazhojnë votën nëpërmjet punësimit, duan që të nxjerrin të gjithë ata të pjesë të administratës të nxjerrin nga shtëpia me dhunë, po u themi, po me dhunë psikologjike që të dalin të votojnë për kandidatin e tyre. Administrata e ka braktisur. Absolutisht administrata e ka braktisur dhe ju do ta shikoni që e gjithë administrata dhe ata që do vjen ta votojnë do ketë një vot kundër, sepse do jetë një vot kundër këtij sistemi dhe do jetë një vot e cila me të vërtet duhet jetë e tillë. Pasi kemi parë në këto 2 vite çka ka ndodhur me Bashkinë e Vlorës. Zoti Nika, sa besoni tek fitoria juaj në këto zgjedhje? Unë kam hyrë për të fituar, ju e keni parë që pavarësisht presioneve politike, unë jam regjistruar me një vendim gjykate nga kolegji zgjedhor. Presionet politike kanë ardhur nga të dyja palët, pasi e kam shprehur dhe më përpara. Ka qenë një garë e identifikuar me kandidat të identifikuar në mënyrë që ata e kanë ditur që pjesëmarrja do jetë e ulët. Unë ju them që me këtë ritëm pjesëmarrja nuk do ta kaloj 15%. Gjë që pse votuat edhe vendosur shenjën sepse të them të drejtën, unë vi nga e djasta dhe vi nga të gjitha departamentet dhe nga gjithë struktura e djathtë, aq më shumë që janë të gjithë të djastët të cilët më motivuan për të futur në këtë garë, pasi nuk e gjetën veten e tyre te kandidati tjetër i cili ishte i imponuar. Nëse do të merr një rezultat zhgënjyes do të jetë një mision për ta bashkuar ndoshta Partinë Demokratike në të ardhmen. Atëherë asgjë nuk varet, varet nga një garë. Unë rezultat zhgënjyes mora edhe nga KQZ-ja dhe nga Kasi dhe vazhdova luftën time në kolegj zgjedhor. Ja u garantoj që edhe nëse kolegji zgjedhor do të rrezonte, do vazhdoja betejën në Strasburg. Ajo që unë them që unë e kam ftuar 3 herë në debat, duke bërë tag herën e tretë edhe kryeministrin dhe deputetët, kandidatën e Partisë Socialiste për të dalë në debat për diskutuar programin për Vlorën dhe për qytetin, gjithmonë ka refuzuar me sebepin që më përpara debatit duhet bëj qytetarët. Unë i them kandidates Mersini që edhe në qoftë se ajo do jetë fituese pasi e shikoj të vështirë dhe duke u përpolitur, unë ja garantoj që debati me të do jetë në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, ku unë vazhdoj akoma të jem antar i Këshillit Bashkiak dhe kryetari i grupit të PD-s dhe PDU. Pjesëmarrja ulët kë favorizon sipas jush? Pjesëmarrja ulët favorizon kandidatit e pavarur, në këtë rast jam unë, pasi dhe administrata do ketë një vot kundër. Do ketë surprizë. Absolutisht Vlora sot do prodhoj politikë. Dhe bashkimi PD-s dhe jo vetëm i PD-s, të gjithë të djathtët duhet ngrihen nga Kuksi deri në Sarand për të marrë të djathtën në dorëzim, pasi sot kemi 2 të majta. Faleminderit. Faleminderit juve.